Kam sjell recetën e has sheqerparës në formë gjethe, me një përgatitje shumë thjeshtë, një recetë e vjetër tradicionale, cila më parë është përgatitur nga nëna gjyshe tona me shumë dashuri për festën e Bajramit. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e sheqerparës, pra kjo është receta origjinale, cila bëhet shumë e shijshme. Këtu kemi 600 gram me lyn lope, i cili duhet të qëndrojë në ambient dhome më së paku për 5-6 orë. Këtë sheqerpare asesi mos e përgatitni me margarinë, mund ta përgatitni vetëm se me puter ose me lyn lope. Tek lyni shtojmë 700 gram me miell. Kësaj sheqerpare nuk i hedhet pluhur për pjekje dhe tash fillojmë që ta punojmë lynin kështu bashkë me mielin e nxehshëm. Kemi punuar brumin, kështu kemi bë bashkë gjalpin dhe mielin. Tash ja shtojna vezët. Tu kam 4 verdha të vezës, cilat do ja shtoj. Shtoj një herë vetëm të verdhat, do e punoj brumin. Siç e shihni, brumin nuk i nevojiten shumë përbërës, vetëm se sekreti i sheqerparës ndodhet tek lyni apo gjalpi. Patjetër duhet jetë lyn lope, lyn katuni, ose të jetë puter nga ai i cili është me çmim më të lartë në supermarket. Punojmë dhe pak, më pas do ja shtojna vezën e plotë. Kam punu mirë, tash ja shtoj një vezë të plotë. Qofse përgatitni në një tepsi më të madhe, atëherë vetëm se dyfishoni masat. Unë jam duke përgatit në tepsin me numër 42. Tash vetëm se punoj mirë dikon për 5-6 minuta. Kam punuar brumin mirë. Qofse nuk ju bëhet një brum i këtill, atëherë ja shtoni vetëm se pak miell, po jo shumë. Pra brumi duhet jetë në këtë rasti që duke punuar të largohet kështu nga dora. Tash sheqerparës do ja japi formën. Unë kam zgjedhur që t'i jap formë gjethe. Dhe për atë arsye do e vendosi në një tepsi më të madhe. Qofse jepni një formë rrethore, atëherë lirisht vendosni në tepsin me numër 40-42, do është mjaftueshëm. Po unë do e vendosi kështu në një tepsi të madhe, sepse do ja jap formën dhe do dale një tepsi shumë e bukur me sheqerpare. Unë kam zgjedhur që t'ja jap formën e gjethe. Kështu bëj vizat holla. Në fillim marr një kulaç, po them, të sheqerparës dhe bëj kështu në vizat holla. Vendosi në tepsi. Marr përsëri një kulaç të vogël e bëj kështu në formë të zgjatur. Marr pjesën tjetër, bashkoj ansorët dhe filloj kështu me shkop dhëmbësh ta dekoroj nga pjesët nga ansorët, që tamam ta more formën e gjethe. Këto ansorët mundohem sa më shumë t'i bëj me moje të gishtave që mos të hapen gjatë pjekjes. Kur ta vendosi në tepsi, tepsia nuk e lij fare me vaj, e vendosi kështu direkt. Vërtet është një sheqerpare, kështu që ose jepni këtë formë dhe vendosni në një tepsi më të madhe, shumë e bukur që ta dërgoni dikon dhuratë, ja vlen me përgatit dhe bëhet shumë e shijshme. Brumi ka një aromë shumë të mirë, por kur konsumohet pas pjekjes do bëhet dhe më e mirë. Isha sugjeru të gjithëve ta provoni këtë recetë, vërtet ja vlen. Kështu me shkopin e dhëmbëve.
Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë. Shifni sa bukur rrinë në tepsi. Gjithë brumit ja kam dhënë formën e gjethe, kurse kështu në mes kam bërë rrethat vogël dhe e kam formu një lugje. Tash me shkopin e dhënve e dekoroj luglën, kështu tek mesi, tek topi në mes bëj brima, kurse nga ansorët vizat gjata. Në vërtet do e merr formën e një lugje. Ka dalë shumë bukur. Tash pak bëjmë ledhin shtyp luglës, që gjatë pjekjes mos t'i prishet forma. Dhe sheqerparja është gati për pjekje, kam nxejt tuponin në 180 gradë dhe do e fus sheqerparën, menjëherë do uli temperaturën në 130 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki dikon rreth 1 ore. Pjekja duhet të bëhet shumë me ngadalësi, ashtu siç bëhet pjekja e baklavave, edhe e sheqerparës duhet bëhet sepse i prishet forma. Derisa sheqerparja është në pjekje, ne përgatisim shërbetin. Për këtë sheqerpare nuk ka nevojë që shërbeti të zihet, vetëm se duhet të tretet mirë sheqeri me përzierje. Në një enë apo në një tenxhere, varet se ku e përgatitni, shtoni 1 kilogram me sheqer. Ja shtoni një vanillë sheqeri për aromë dhe 500 ml me ujë. Dhe masën kështu me një tel kuzhine, vetëm se e përzih mirë derisa të tretet i gjithë sheqeri. Do na nevojitet një kohë më e gjatë për përzierje, dikun 10 ose 15 minuta. Kam përzier mirë dikun rreth 15 minuta, kështu derisa është bërë tretja sheqerit. Tash këtu kam një limon, kam shtrirë dhe lëngun e një limoni. Ja hedhim që mos të kristalizohet shërbeti pasi t'ja hedhim sheqerparë. Dhe e përzij mirë. Sheqerparën e kam larguar nga furra. Tash e lojna që të ftohet sheqerparja dikun për 3-4 minuta dhe më pas ja hedhim shërbetin. Tash ja shtojna shërbetin e shtohur pak. Kështu me shumë kujdes ja shtojna, garushte, që mos ja dëmtojnë formën. Për atë arsye lojmë që të ftohet pak kur ta largojmë nga zjarri, nuk ja hedhim direkt në nxehtë.
Pasi ja kam shtu shërbetin, tash tepsinjen ku ndodhet sheqerparja e mbuloj me një tepsin tjetër dhe lart kështu të qëndroj në spaku për 15 orë. Unë zakonisht e përgatis nga mbrëmja dhe lart të qëndroj për gjithë natën. Sa më shumë që ta merr shërbetin, aq më mirë do dalë sheqerparja. Pasi sheqerparja ka marrë shërbetin mjaftueshëm, ka qëndruar rreth një nate në shërbet. Kështu është gati për konsumim. Të largoj një 2 pjesë dhe nga afër t'ju demonstroj se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë dhe pamja është e mrekullueshme, ideale për Bajram, kur të vinë mysafirët t'ju servoni. Shija besoj se s'ka për me mungu, taman has sheqerpare ka dalë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë sheqerpare për Bajram në formë gjeti, në mënyrën has tradicionale, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Gjithë ju që shikoni për herën e parë, ju lutem të abononi për receta të reja. Ujme festa Bajramit, me mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.